ata nuk besojnë që unë i kam 61 për kryeministër. Dhe unë u them atyre që më testoni. Provimin që ua kërkoi i ofrua e kalueshmërinë nuk e ka të lehtë. Paraditja së dielës do t'ja tregoj rrugën Albin Kurtit nëse do të bëhet kryeministër mandat plot apo do t'ju lë vend për testim të tjerëve. Veç se seanca e thirrur për votimin e qeverisë zorë se mund të sjellë ekzekutivin e ri, me që marrëveshje politike, vetëvendosje që doli e para nuk bëri me askënd, të paktën publikisht. Nuk po shoh që ka koalicion me ndonjë nga subjektet politike. Nuk e di a kam rri me kontrabandu ndonjë deputet. Për këtë punë, subjektet të parë pothuhet se i doli gjumi vonë, me që me muaj deklaruan se për qeveri i kanë votat. Ky është një refren që është përsëritur nga të gjithë eksponentët e lëvizjes vetëvendosje. Tani, kur e kanë mundësinë dhe radhën që të ndërtojnë shumicën parlamentare, u ka rënë mend që nuk i kanë numrat. Edhe sikur Kurti të dështoj që të marrë besimin e shumicës së deputetëve për ta votuar Kurti Treshin, nga krijimi një qeverie prej ish opozitarësh, duart i kanë quar edhe parti tjera. Në fund të tetorit i ka humbur kuptimi kësaj legjislature dhe duket që zgjedhjet e reja parlamentare janë të pashmangshme. Kjo e dërgon vendin në votime të reja në nivel qendror. Nëse veç subjektet politike deklarohen, apo shumica atyre deklarohen që ne nuk i kemi votat e mjaftueshme, apo nuk kemi vullnet politik, ose çka do tjetër, atëherë presidenti pa humbë kohë duhet që të shpallë zgjedhjet e reja në mënyrë që mos të humbi më shumë kohë. Bazuar në afatet kushtetuese, fillimi dhjetorit të shkoa kur mund të caktohet data zgjedhjeve të reja, por kjo veç nëse në seancën e caktuar më 26 tetor nuk arrihet që të bëhen 61 vota për ta bërë sërish Albin Kurtin kryeministër.